Tani si mund garantojmë që të ketë një vlerë reale për Shqipërinë ose për vendin? Ky lloj partneriteti. Është, mund gjesh raste sa duash ku ka patur abuzim, por që s'mund të thuash që partneriteti publik-privat është i dëmshëm për ekonominë e një vendi apo për një shoqëri të caktuar. Edhe s'mund të jesh kundër thjesht të dalësh kundër idesë, do një argumentim që që është i vështirë për ta bërë. Ajo që mund diskutosh është më tepër që në çfarë momenti privati vjen të bëjë një investim që përfiton po kështu si shteti, po kështu edhe publiku. Dakor. Pra është më tepër nuk është më pyetje që nëse bëhet apo jo partneriti publik, sesa në cilin moment të zhvillimit të një investimi bëhet pra nuk është pyetja në parim duhet bërë apo jo, thjesht pyetja është në çfarë mekanizmi ose në çfarë momenti të caktuar dhe si janë këto balancat që duhen bërë. Okay? Domthonë në çfarë hallku të projektit të investimit vjen edhe bëhet një investim privat. Me idenë që një projekt investimi kalon në disa hallka. Domthonë që nga faza analiza paraprake, fizibiliteti, gjë janë hapa të rëndësishme dhe të kushtueshme. Dhe një privat mund të ketë të vështirë të bëjë vetëm këto gjëra. Dhe këtu mund të hyjë ose mund të marrë një rol shteti për të ulur koston ose barën financuese të projektit të investimit. Por dhe këtu mund të vi privati që të bëjë financimin, por pastaj shteti të ketë bërë disa nga ato hallkat paraprake të projektit. Domethënë se gjithë pyetja lind që domosht që me çfarë kosto bëhet investimi i një projekti të caktuar. Nëse kosto është shumë e madhe për privatin, atëherë ajo kosto i kalon publikut. Nëse është kosto e vogël, atëherë dhe shteti s'ka shumë interes ndonjëherë edhe lë pas dore. Pra, domosht është një çështje më tepër për tu analizuar dhe për të gjetur balanca e momentit dhe hallkës së dur kur do të vi investimi publik për të bërë në një projekt të caktuar. Pra, vjen para se të bëhet punë përgatitore, vjen pasi bëhet punë përgatitore, kështu që është më tepër çështje momenti se sa çështje, le të themi, parimore, a duhet bërë apo s'duhet bërë.